Me keqardhje, muj me thonë që fëmijët e migrantëve jo të gjithë. Do njëherë keq trajtohen në shtëpi. Keq trajtohen? Po. Shkaku i ndoshta mentalitetit. Ata rritën në një mentalitet krejt të ndryshe, jashtë. Në shtëpi është një mentalitet krejt të ndryshe. Sidomos vajzat. Po flas për vajzat se vajzat janë ma të ndryzona në shtëpi. Djemtë kanë ma shumë liri. Edhe kështu na bëjmë projekte që mi au jep atë ndjenjë që janë të njëjta. Nuk ka ndryshim mes një mashkull dhe një femne. Sa jam brim është tjetër punë. Po, apo punojnë në atë drejtim? Punojnë në atë drejtim. Okej, bukur shumë. Çfarë më bjen tjetër ndërmend për të pyetur Flutra është, a kanë qenë të vështira për ty këto vite në Zvicër? Po, sigurisht. Kanë qenë të vështira? Kanë qenë të vështira se unë kam marrë në Zvicër shumë e re, 14 vjetë e gjys. Nuk e kanë ditë që do të vi këtu. Prindët e mi e kanë marrë atë vendim me ardhmë në Zvicër, mbasi që babi imi ishte i burgosur politik. Dhe kur kthehet policia serbe thotë duni me lëshu vendin, që është shumë i rrezikshëm. Okej. Kështu që kemi ardhur në Zvicër dhe prej atij kohe jetojmë këtu. Okej. Në qoftë se më lejon edhe herë t'i kthejmë pak privatësisë. Po. Dhe një mesazh shumë të mirë që bashkëjeton me një zviceran, kaloni shumë bukur, keni mirë kuptim, hani shqip, hani zviceran që gjitha llojet e kuzhinave, edhe fëmijët i keni 3 fëmijë ti, 3 fëmijë ai, pa që me jetë, i ke të rritur.